Po ashtu mund ta përmendim edhe Egjiptin. Edhe Egjipti sundohet nga një diktaturë, nga prezidenti Sisi, i cili erdhi në pushtet nëpërmjet grushtit të shtetit dhe kuptohet që edhe ata ndërmjetësojnë që mos përkeqësohet situata, se mund të vjen edhe në protesta në popull, nëpër kryeqytetet e atyre shteteve dhe të shfrytëzohen këta protesta për ndrim të qeverisë. Pra është në interes të shteteve arabe të lindjes së mesme që mos eskaloj situata, edhe pse disa shtete do të kishin dashur që SBA-ja të sulmoj Iranin, për shkak se e shiqen Iranin si një shtet konkurrent, një shtet që ka një zhvillim ekonomik dhe ushtarak dhe frikojnë për të ardhmen e tyre, se ndoshta në një të ardhme të afërt, Irani do ta zgjerojë ndikimin në lindjen e mesme, mirë po janë në dilemë, ata mbështesin SBA apo të mbesin të neutral, dhe ata tani kanë vendosur që të mbeten neutral dhe mos e eskalojnë situatën për shkak të rreziqeve të mundshme të pushteteve apo pushtetit dhe qeverive të tyre.